Hesëm vera, mirë se ardhët edhe me një video, mirë se ardhët në banesa tur. Do me thonë, sot kena me bo një tur rreth banesës. Kom ju tregu banesën se qa kom renovu, qa kom drejt, qa kom ly, do sane i keni po në video, do sane nuk i kom incizu, do sane i kom incizu po i kom hup. Kështu që për që ato jëm të bo qëtë video, për mjë kalëzu se që shtek shka kena bo. Nëse do një me bo ma shumë video për meja, ju e dini qka do një me bo. Me shku me bo like edhe subscribe me një rani. Për momentin, jom të këdhoma që kom e incizu video, jo nese nuk kom e incizu video, adin gjdo video nuk kam e konë që tu, por një numër i madhi videove kam e konë incizum këtu, ma mërmenja. E shofëm, nëse nuk kom bot bajat banesa dhe rria pet në shpi, atëre s'kena me incizu kur gjo. Okej, veç një sekundë se nuk e di, mdoket ju pengon që kjo drita, e për që ato, pim shilëm që to edhe pse s'po mshilën full. Kështu që mi që dashur nëse nuk e keni pa videon e kalume me banesë, atëre nuk e keni pa tavolinën. Po tash muni me pa tavolinën. Tavolina është gëgja e madhe. O me thonë veç gjantësia që tu, që shtu është 1 metër bruda. I kom 2 karika, këtë karike kom pasë në shpi, me që to kom incizu para disa vjete, që kjo kam menet me shumë gjosa që tu, se që tu jam të dasht me shfridzu venin për diçka tjetër. Këtu kom e shfridzu venin për kompjuter. Këtu kanë me konë 2 monitora, të një që kom e lujt lojna me thonë, që tu ma mërmenja që kjo ka me konë me lojna. Që tu, këtu, nejse kjo duhet marrë pak ma knejmë do këtë, duna me që dorën ma anena. Ose, për shembull që kjo monitori me konë këtu me pas monitor, e i dyti knej. Nejse, e shofëm, bëjna diçka. E shofëm kur të marrë monitora. Kena një mikrofon, po që sho kam do këtë kjo mikrofon s'ka me na kry pun. Nejse, mës bëjmë tash setup tour, se setupin nuk është goti edhe ka me konë setupi jam i dytë këtu. Secondary ka me konë. Se apet kryesorin ka me pas në shpi. Sot kanë ardhë ma kanë instalu internetin. Interneti është 300x300, kështu që është nice për live-a. Edhe për momentin jam të njëzu me shkallë përda. Veç pak të marrë që të mini tripod, që mi së dashur. Këto nuk e di që kom me bo me këto, nashta edhe kom e lon aty se po pritoj me gjuh. Ja ku është kësë setup i knej. Muri është fantazia dhe këto nëse nuk e keni po ma herë tash muni me po. Shumica këty nësave neve ma mërmena që to kom e këty në shpi kom e marrë ma us tjetër. Nejse, harova, setup nuk jena të bo njere. Shkem të dhoma tjetër. Edhe tash kjo dhëm direkt është e lidh me salonin, tash keni me pa dhe salonin miq. Ma herët, videon e parë nëse keni pa, saloni u kanë kërsh, u kanë lëm. Katastrof djem, i kom pas 2 kauqa këtu, i kom gju ato. E kom pru një televizor, këtu e kom bo një si dekorim të vogël, kam ardhë që tu edhe një piktur tjetër, kështu që kam u bo edhe ma nice, që ajo është pasqyre e banjës, duhet me fërflot edhe ato me gjuh, edhe që po haroj gjithë mi ullë që to, që mu dok ma nice në video. Edhe këtu tjetër që s'ka, do me thone kena pastru vendin, saloni o më salon, s'ka kur gjo special, kuzhinën nuk e kom ndru, kuzhinën se kom ndru për shkak se, që kom pas me që ato pare me ble një kuzhinë thjesht, ma ka mush menin baba ma ka bo, po pse po merë kuzhinë, prapë se prapë ti s'ki me jetu aty, adin, nuk je me nejtë ku me ditë sa kohët gotë, po me që ato pare, tha pse s'po shkën ma mirë, eksplorojën aj qytet. Edhe ja bëna thash, wow Bob, thash, super ide, edhe kom shku për ditëlindje në Varshavë dhe Budapest. Varshavën e kom bo më Prishtinë bruda, në Varshavë, në Poloni, jam gjdo muj. Do me thënë diku 3 javë po rinë në Kosovë, 1 javë jam në Varshavë. E për ditëlindje jam konë Budapest. Nejse që ajo nuk është interesant për qëtë vlog ma mërmenja, kështu që tash pja u tregoj edhe kuzhinën, ja ku e kena kuzhinën, mujna me lanë telefonin që tu, edhe kuzhina shumë e thjesht, keramikat e dini nuk i kom qitë vetë, këtu që to e kom qitë vetë, dësani i kom dreq këtu vetë, ujin e kom dreq vetë, rymën e kom dreq vetë. Tjetër zdi që kom pas me ndreq këtu. Kuzhina e di, nuk është e mirë brëda, nuk është e mirë kuzhina, po
për start mundet me na kry punë. Kështu që nëjsen tjetër s'kom qam ju kallëzu, e kena maqinën e enve, e kem një stufë elektrike, aspiratorin hala nuk e kom lidh adin kështu me atfar harmonike, se kom marrë harmonik të gabume. Balkonin e kena këne jashtë, balkoni është diku 15 kvadrat. Jo, 15 ose 10, nuk e di. Jo, mdoket se ane e kom një balkon, këtu e kom një balkon, edhe anena një balkon. 3 balkona janë komplet në qëtë banes. O me thonë, këne kom pomje, kënena kom pomje, edhe këne kom pomje. Sa për punën e balkonave, fantazi është. E balkonat komplet që zgaboj janë diku 10 kvadrat nashta, që ashtu diqka, se di, se komplet, banesa komplet është 115 kvadrat ose 120 kvadrat, nuk jam i sigur, që aty pari është diku, do të me pyt prap babën, se nuk pe kuptoj që të punën e balkonav që nuk pi logarisin. Okej, kështu që ja, që ashtu, t'ja u kalzoj që shtu i herë, kënej, popra, kënej s'kom që am ju kalzuani, kështu që tash mujna mu largu pe që sa i dhome, mujna me nalë dritët që shtu, lusterat ta ne du na mindru, këtu është koridori që koridori s'ka mjaft dritë, nuk vedi sa për muni me vrejt që tu, koridori, gjysa e koridorit është në gjyrë grej, në gjyre përhim, do me thonë që ky mur që tu që shtu, është i përhim, që kjo që shtu është përhim, që tu muni me vrejt në dokët, veç në sekund, që në gjyre përhim, edhe që e nalt e bardh, kështu që në gjyre e përhim të është kej që shtu, e kënena është e bardha. Do me thonë bardh, përhim, bardh, përhim, që tu muni me vrejt që kom gabu pak, edhe kom haru kejt me ndreq. Këtu mujna milon gjaketat, këtu e kena bo një ven për këjto mani. Nejse. Edhe banesa i ka 2 tualeta. Nejse, e ka një banjo tualet, edhe një tualet anej. Adin tualet, banjo tualet. Kështu që tu shkabinën e kena ndreq, bashkë me isën, ndoket e keni par videon miq të dashur. Banjo është mo banjo, uj ka, uj nxet po, uj të ftoft po, tonat mira, që to e kom ndreq vet, e di shumë sane që s'kom bo ma herët, që si kom provu me punu, për banes i kom provu, sa adin edhe nuk ma ka nisë është të unë kom punu, adin të vetja kom punu, kështu që edhe me gabu nëjsa nuk ma ka ni, veç kisha shku për shambull në Dugoj, edhe kisha ble që të më duhet. Kështu që zdi sa kom nevoj mja u tregu banjën, banjo është që shtu, shumë e thjesht, kur gjë special. Banjo mo miq të dashur, edhe kënej e kena WC-n, edhe kënej nuk ju tregoj kur gjë, po ashtu kënej e kemi këtë trobav, kështu që all good, all nice, mujna me nalë dritën, vazhdojmë ke dhoma tjetër, kështu që këtu e kena një shtrat dyshe, këtu e kemi komodën, jo be komodën që shi thuhet garderobën, që kjo garderobë bukon e prisht, dyrt i ka pas të prishta, ka ndalë pe shinave dhe janë prish ato si rota që janë, veti kom dreq edhe që to, me qëtë sen që tu, ndokët veç një herë pa ta punu në Francë, veç një herë jam kom punu, nejse nuk jena bona ormar që shtu, po janë kon këto shinat njejta janë kon, po mena në mur, zdi sa po mu i mjau përshkru. Këtu e kemi dhomën e flejtjes, është shtrati dysh, do me thonë që shtu që zgaboj është 1,90 m, edhe që shtu është 1,80 m. Jo, që shtu është 1,95 m, e që shtu e gjanë është 1,80 m. Shtrati djam është fantazi. Te kisha pasni që si shtratin shpi une, shumë anaj si shakon. Unë e kom shtratin shpi djam katastrofë një të pazarit që është të mësakatu. Amo në banes nuk kam dasht me bo qatë gabim të njëjtë, kështu që këtu e kena brut një shtrat ortopedik. Ortopedik. Ta drejton shpinën, me zi jom të prit më ardhë një dit me flejt unë e vetë që tu. Po nejse, jom tash me tesha, kështu që zbën mushtri këtu me tesha. Peshkirat i kena që tu,
akses në balkon kem aty. Hajde ta t'ja u tregoj edhe dhomën që shtu komplet. Ja qysh është. Shumë bukur. Qa. Edhe që tu është në ngjyrë për himët, veç që tu pse është bo që shtu djem. Okej, sombera, e ndalëm dritën, edhe vazhdojmë në dhomën tjetër. Kështu është dhoma tjetër që është dhoma ma e shprast në banesë. Do me thonë, pos 2 shtrotav, sen tjetër s'ka. Këtu i kena 2 shtrota, edhe këto janë nice, po këto që s'jom gabim jogit e aloe verës i ka, kështu që nuk janë komedi qaden. Amo kështu sa për ca net me flejt këtu, ma mërmenja që janë shumë të mira për njësë, edhe që shtu kur po ullna shumë konfi kokën, bro. Bruda, so normal. Sa konfi janë që to, e në shpi tem, brut, mësa ka tonë, bruda. A e dini djem 24 vjetë tash i kom mush, në Budapest, edhe në Varshav, amo, brut, shpina m'ka, është të mytë shpina, bruda. Katastrof, këtë faqat i shtrotit, t'lodh që e kom shpi. Edhe në dhëm pak, kom investu e sen avane, po ju nuk e keni po qatë sen, që më mërmeni asë që kom e kalzu dhomën, se më dhomën, bruda, e kom bo zi, aden, në vjetë ka 2-3 herë të inqizu. Nese, jo ka 2-3 herë, po kom bo video në dhomën tem, për që ato s'pëdu me bo. Kështu që, po, në dhomën tem në shpije kom fjallën. Kështu që kjo dhoma do këtë që shtu kur gjë special, 2 shtrota i kena, që anej është edhe një balkon tjetër, balkonat nuk kom ja u tregu normal, se paka shumë, aden, nuk ka tu mani edhe nëse ja qëlloni se ku është banesa, se ku gjë s'muni me bo, aden është kejt vendi me asi qelsi për me hinal, kështu që s'ka shka me ndodh. Po, problemi është se, që është problemi? Apet jom të dosht pak sa do pak me majt adresën sekret, aden. Ma sigurt, bërda, ma sigurt. Kështu që najsen tjetër zdi, qam ka me t'pa jau tregu, a ne jashtë ko me bo veç vanin për cigara, për smoking, për me dhes cigare. Kështu që për planin e banesës, ma mërmenja që e keni marrë vesh, banesën më të dash me bo si Airbnb, pos që saj dhomës knina. Që dhomën knej ko me lanë si zyre, kur s'ka myshteri, ko me ardhë ko me bo live stream, për që ato e ko morë edhe internetin shumë atë mirë. Nëse jo shumë atë mirë, po internetin e mirë që e kom 300x300, edhe qysh e kom haro bruda që të pasqyre që tu, këshyni. Qa është që kjo që tu, brut? Pse? Hello, miq të dashur. Ja, behind the scenes. Kështu që po, ma mërmenja që jeni tum kuptu se qa për du me thonë, kom me thonë me qira për ca dit, ca net aden, jo për që shtu si ma heret që e jepshëm për kejtë mujen. Kështu që kjo banesa që jeni të po që tu, nuk është me qira, nuk jom të pagu në qira për me nejtë që tu anajsen. Se t'i shkon që ashtu, e kisha përshpejtu ma shumë që të procesin për mi ndreq senet, ose veç edhe kisha kalu që tu djem. Po unë ja kom nisë që 2 muj ma mërmenja me punu që tu, herë po vi, herë s'po vi, herë jam të ngajt mas punëve tjera. Kështu që po sombera, nëjsen tjetër interesant në banes, nuk e di, a ka met mju tregu. 115 kvadrat është, lokacioni normal, nuk kam jo tregu lokacionin. Kejt bukur, kejt nice, nuk vëdi tjetër qa, mi u thonë. Shë që sombera, fajmdej shumë që keni po qëtë video, më saroni me bo like, share, subscribe, follow Instagram, dhe mi këne ju dua shumë sombera, shifëmi në për video tjera edhe... Bye bye!